Kusht kufini mes shitësit profesionist edhe ati manipulatorit, edhe manipulusi. Po, kufini unë mendoj që ai që do më manipuluar në start, na i dallojmë për çdo ditë, manipulusi do më t'i marrë paret. Apo dhe nuk interesohet hiç për ty. Atë unë po du me një tjetër, atë se edhe në trajnime praktikoj me sena thjeshta. Unë po tani rast një herë me shku me ble atleta. Atleta, po shkoj në dyqan, pejbile më ka ndodhë kjo. Kjo ndodhë gjithka. Është gabimi më e madh që e bojnë. Po afrona, po më pëlqen i dizajn, po afrona aty edhe pepës e hina në dyqan, thash po më pëlqen ky model i atleteve, a ke numër 42. Tha po tash e këshyre më dhek. Ne, pa tash edhe po shkojmë i punën i parë 41 gjys, okej? Edhe tha merre, tha që to të bojnë tamam, është shoqë siklet, merë një 3-4 qika tjera. Atë, sa bukur po trinu, ky model kështu, unë e kisha vetën siklet, thash, unë të ditën e më kom. Për mu, shumë e rëndësishme nuk e kom rëndësi, apo më rinë më qash mirë, sa apendive të rahat. Sa të bukur, kështu qashra nisë me më sikletu, sa që më njerë, deshta realisht u largova. Rëndësi, adin, që ka ishtë desht me bongë, që ndodhen shumicën e butikave që ndodhë, kjo është po, kem ose s'kem këtë model, kem diçka ngjeshme, çka për çka i ki këto, atë më interesua ki për me qëndru ton dita, ki me vrapua, ki me luaj futboll, për çka është arsyeja që okej, nëse është për këto, atëherë na mujmë të ofrojë zgjidhje tjetër. Këto modele janë ngjeshme që shkojnë, edhe me ngjyra, më interesu ma sporti pse, çush, atë me krijuni e jo me tilon se andor. Ajo është shitje manipulative. Dhe nuk për interesona e veç do me t'i marë, paret e që kliente e dallon këto. Në qëtë arsye është shumë rëndësishme për thjesht me mendizu, edhe ma ndih me ofru zgjidhje më të mirë të mundshme. I dashur ti që po na sheh e po na dëgjon, ma e meni diçka. Njeriu që blen, nuk blen produkt, blen ndjesi. Blen diçka që e bën me undje mirë. E jo këpuca që keni dasht me shit Denisit që ja vrojnë kamp. Denis, e dim që shitja përveç tjera kërkon qëndrueshmëri të fortë, mindset të fortë. Sepse në çdo ditë nuk mundesh me qenë shitsi mire me fitu gjë. Nëse dikush është i të pa sot për herë të parë, ka fillu shitjen, qa këshe me i thonë që ati? Sen e parë që i kisha thonë, ose që i kisha rekomando, është me kriju qëndrueshmërinë fizike ma sporti, me pas ushtrime.